Loredana Brati ka ndarë më shumë detaje për jetën e saj personale dhe familjen, por njëkohësisht u pyet edhe për lidhjen e saj me Jozin, me të cilin u lidh në Big Brother VIP Albania. Situata mes Loredanës dhe Jozit u bë mjaft e komplikuar kur gjatë largimit të tij nga shtëpia e Big Brother, ai e goditi gjestin me një shuplak. Megjithatë, Loredana u shpreh se është ende e dashuruar me Jozin dhe se ndjenjat nuk mund të fshihen kaq lehtë. Ajo po ashtu tregoi se ende ka unazën që ai i ka dhënë brenda shtëpisë. Në lidhje me të ardhmen, Loredana u shpreh: "Dua t'i shikoj gjërat mirë, nuk i falem dot vetëm ndjenjave", duke theksuar se dëshironte që mendja dhe zemra të shkonin bashkë për të marrë vendime të qarta. Ajo gjithashtu përmendi se nuk e kishte takuar ende Jozin, përveç se disa komunikimeve të shkurtra që kishin pasur. Kur u pyet nëse kishte marrë një vendim lidhur me marrëdhënien e saj me Jozin, Loredana tregoi se ka marrë një vendim, por preferon t'ia lërë kohës dhe të heqë çdo dyshim apo pikpyetje që mund të ketë mbi këtë çështje. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.